تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me shpjegimet nga libri Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit. Dhe jemi të mësimi I tretë, pra libri I autorit Sheikhut eminent, djetarit kolosal, Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne dhe të gjithë djetarët e umetit, dhe prindrit tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi të mësimi I tretë nga këto mësime, që ka të bëj me shtyllat e imanit. Ka thënë autori rahimahullah, ad-darsu thalith, arkanul iman. Pra mësimi I tretë, shtyllat e imanit. Ka thënë, arkanul imani wa hiya sitta. Gjithashtu të mësohen shtyllat e imanit, të cilat janë 6. An tu'mina billahi, të besosh në Allahun, wa malaikatihi, në malaikat e Tij, wa kutubihi, librat e Tij, wa rusulihi, në të dërguarit e Tij, wa bil yawmil akhir, dhe në ditën e fundit, ditën e gjykimit, wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, dhe të besosh në paracaktim që edhe e mira dhe e keqja janë të caktuara dhe të paracaktuara nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Imani është kërkesa më e rëndësishme dhe më e vlefshme. Edhe gjithashtu është edhe dhurata më e madhe, më madhështore, dhe është synimi më I madh, dëshira më e madhe dhe rruga më e rëndësishme e njerëzit. Dhe me iman njeriu jeton jetë të lumtur në këtë dunja dhe gjithashtu shpëtim dhe fitore në ahiret, duke fituar shpërblimin e Allahut dhe duke shpëtuar prej dënimit të Tij. Ka thënë Allahu I lartësuar, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Do thot kush bën vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, bën vepra të mira duke qenë besimtar, duke pasur iman, atij do t'i japim jetë të lumtur, do thot në këtë dunja, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dhe do t'ua shpërblejmë atyre, do t'ua japim shpërblimet e tyre në mënyrën më të mirë prej asaj që kanë vepruar. Prandaj imani sjell fryte të rëndësishme dhe të bereqetshme për robin, edhe në jetën e dunjas, edhe në jetën e ahiretit. Dhe këto fryte, këto mirësi që I sjell imani janë të panumërta, që nuk mund të numërohen dhe nuk mund të mbarohen, nuk mund të përfshihen. Dhe çdo e keqe që I largohet njeriu është për shkak të imanit. Por duhet besimtari ta di se ky iman, ky besim të cilin ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, duhet ta di se është dhuratë nga Allahu.
edhe është sukses të cilin ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Siç ka thënë Allahu në librin e tij, "Walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum", por Allahu ju a bëri të dashur imanin dhe ju a zbukuroi atë në zemrat tuaja, "wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan", dhe ju a bëri të urryer kufrin, mëkatet, kundërshtimin e urdhrave, "ulaika humur rashidun", këta janë njerëz të udhëzuar, "fadlan min Allahi wa ni'mah", do thotë është mirësi dhe dhunti nga Allahu. Wallahu alimun hakim, dhe Allahu është i gjithdijshmi dhe i urti. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar, "yamunnuna alayka an aslamu", do të thonë ka disa njerëz që ta përmendin si të mirë, si favor që kanë hyrë në Islam, do të thonë ta përmendin sikur u ke borxh, thonë pra ne hynëm në Islam, thuaj "Qul la tamunnu alayya islamakum", do të thonë mos ma përmendni si favor hyrjen tuaj në Islam, "Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin", por Allahu ju a përmend juve si favor, do të thonë kjo është mirësia nga Allahu që ju a përmend këtë mirë, që ju ka udhëzuar në iman, nëse jeni të sinqert, nëse e thoni të vërtetën. Gjithashtu ka thënë Allahu, "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada", pra sikur mos ishte dhuntia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij ndaj jush, nuk do të pastrohej askush prej jush, nuk do të drejtohej në besim dhe nuk do të pastrohej prej shirkut dhe kufrit dhe mëkateve, asnjëherë pa dhuntin dhe mëshirën e Allahut. "Walakin Allaha yuzakki man yasha", por Allahu e pastron këtë doj ai. Vlera e imanit është e shumtë dhe dhuntit dhe mirësit që i sjell imani janë të shumta dhe të panumërta. Por duhet ta dimë se ky iman, cili është realiteti i imanit. Realiteti është se imani ndërtohet në këto 6 shtylla, dhe këto janë bazat, themelet dhe rrënjët e imanit. Do të thënë ka këto 6 shtylla të fuqishme, bazat forta, themelet thella, edhe rrënjë të forta dhe të thella që e mbajnë imanin. Dhe këtë shembull e ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah." Do thotë, a kuptoni si ju ka sjell Allahu, a kuptoni këtë shembull që ju ka sjell Allahu? E ka sjell për fjalën e mirë, fjalën e pastër, që është fjala e tauhidit, do të thonë fjala e imanit, besimi dhe tauhidi, veçimi i Allahut me adhurim. Shembulli i saj është si shembulli i drurit ose pemës, pra si pema e mirë, për cilën thot Allahu: "Asluha thabitun wa far'uha fi s-sama, tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha." Do të thonë që i ka rrënjët të forta, stabile, të thella, dhe i ka degët në lartësi të lartë, deri në qiell. Dhe ajo jep fryte në secilën kohë, me lejen e Zotit të saj. "Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun", dhe Allahu kështu u sill shembuj njerëzve që ata të përkujtohen. Do të thënë këtë shembull e ka sjell Allahu subhanahu wa taala për imanin dhe për tauhidin, i cili ka rrënjë, ka trung dhe ka deg dhe jep fryte. Do të thënë patjetër imani i ketë këto përbërës. Dhe tani flasim për rrënjët e imanit, ose bazat, ose themelet, ose shtyllat, do të thënë në të cilat ndërtohet imani. Dhe pastaj ka trung përbërës, ka deg që janë veprat e ndryshme ose pjesët e ndryshme të imanit dhe islamit, dhe jep fryte, jep veprat mira, moral të lartë e kështu me radhë. Do të thënë këto janë ato që i përfshin imani. Me rëndësi është se imani e ka thënë asluha thabit, do thot baza ose rrënja e kësaj peme
është e palëkundshme, është e fuqishme dhe e thelluar. Dhe kuptohet se nëse i priten pemës rënjët, ose shkullet ndahet nga rënjët, ajo nuk ka jetë, edhe nuk mund të qëndrojë e drejtuar. Patjetër do të rrëzohet dhe do të prishet, edhe do të vdes dhe do të thahet. Dhe kështu është edhe me imanin. Nëse i hiqen këto baza dhe themele, atëherë imani nuk ka asnjë dobi dhe veprat nuk kanë dobi. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Do të thënë ai që e mohon imanin, veprat e tij janë asgjësuar. Do të thënë nuk i bën dobi asnjë vepër dhe në ahiret ai do të jetë i humbur. Kurse në anën tjetër ka thënë Allahu وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Do të thënë ai që e ka synim ahiretin dhe punon për të, i bën veprat që janë për ta fituar ahiretin, وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Do të thënë duke qenë besimtar, duke pas iman, atëherë kana sa'yuhum mashkura. Do të thënë atëherë puna dhe vepra dhe përpjekja e tyre është e falënderuar. Edhe në ajetin më herët që thamë, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Do të thënë kush bën vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, duke qenë besimtar, duke pas iman. Përndryshe, do thotë vepra pa këtë iman nuk bën dobi dhe pa këto baza nuk qëndron. Dhe në Kur'an dhe në Sunet, pra këtu e shohim se autori rahimahullah i ka përmendur këto 6 baza, dhe këto i gjejmë në librin e Allahut dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në argumentet shumta. Pra këto bazat e imanit dhe themelet e imanit, ose shtyllat e imanit që janë besimi në Allahun, me lajket e tij, në librat e tij, të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe besimi në paracaktimin e Allahut për çdo të mirë dhe çdo të keqe. Këto baza janë, do të thënë, bazat besimit për të cilat ka unanimitet, do të thënë, të gjithë pejgamberët. Të gjithë pejgamberët kanë thirrur në këto baza, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatul li'allat. Do të thënë pejgamberët janë si vëllezër nga nëna. Ummahatuhum shatta, si vëllezër nga babai. Do të thënë nënat i kanë të ndryshme, ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid, kurse feja e tyre është një. Do të thënë baza e tyre është e njëjtë, që do thotë besimi. Besimi i të gjithë pejgamberëve është i njëjtë, akidja është e njëjtë, dhe këto shtyllat e imanit janë të njëjta të gjithë pejgamberët. Nuk ka asnjë prej pejgamberëve që ka anuluar ndonjë prej këtyre shtyllave. Sepse ndryshimi i ligjeve është në dorën e Allahut, kurse akidja, besimi, është gjithashtu me shpalljen e Allahut subhanahu wa ta'ala, por ajo nuk ndryshon. Do të thënë abrogimi është i mundshëm te ligjet, kurse nuk është i mundshëm te besimet. Për çka? Sepse besimet janë lajmërim, do të thënë informim se si është realiteti i atij gajbi, të cilin e di Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo nuk ndryshon asnjëherë. Pra Allahu kur tregon për veten e tij të madhrishme, për krijesat e tij me laiket, për dërgimin e librave dhe për dërgimin e pejgamberëve dhe për zbritjen e librave, për paracaktimin se çdo gjë është me caktimin e tij, kjo nuk ndryshon. Do të thënë kjo është shpallje nga Allahu e njëjtë për të gjithë pejgamberët. Kurse ligjet ndryshojnë. Ligjet ndryshojnë edhe nga një pejgamber te një pejgamber tjetër, edhe te i njëjti pejgamber. Do të thënë një herë Allahu urdhron një ligj, pastaj e ndryshon atë ligj sipas asaj që do ai subhanahu wa ta'ala, që t'i vërë në sprov njerëzit se cili është i nënshtruar dhe i dorëzuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Kurse akidja nuk ndryshon as nga pejgamberi në pejgamber, as te pejgamberi i njëjtë. Asnjëherë nuk ndryshon besimi. Për ligjet ka thënë Allahu, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, do të thonë për secilin prej jush, për secilin popull, kemi caktuar ligj dhe rrugë në për cilën duhet të ecaj populli. Dhe më në fund,
Allahu subhanahu wa ta'ala ka sjellur shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilin i ka obliguar të gjithë njerëzit, dhe me të i ka abroguar të gjitha ligjet e mëparshme, dhe i gjithë njerëzimi janë të obliguar të ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse akidja, besimi në atë që u ka shpallur Allahu pejgamberëve, nuk ka ndryshuar asnjëherë. Por njerëzit, pasi janë larguar nga mësimet e pejgamberëve dhe kanë devijuar nga rruga, kanë nxjerrë besime të devijuara. Pastaj ka ardhur pejgamberi tjetër, i cili e ka ripërtrir atë në cilin ka thirrur pejgamberi i mëparshëm. Pra akidja nuk ndryshon asnjëherë. Këto bazat imanit që janë të përmendura në Kur'an dhe në Sunet dhe i sqarojnë dietarët, janë këto 6, do thotë, por janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk mund të ndahen. Do thënë, besimi që të jetë besim duhet të jetë i plot për të gjitha këto baza. Kurse mungesa e njërës prej bazave është mungesa e të gjitha bazave. Do thënë, mungesa e njërës prej këtyre shtyllave, që do thotë mohimi i njërës prej këtyre shtyllave është mohim i të gjitha shtyllave. Dhe besimi është i plot ose është i sakt nëse njeriu i beson të gjitha këto shtylla komplet, pa përjashtim. Edhe këto, si tham, janë si themeli për ndërtesën ose si rrënjët për pemën, të më thënë që nëse këputen ato, atëherë nuk ka qëndrim për atë ndërtesë ose për atë pemë. Dhe kush e prish imanin, e mohon imanin, do të thonë të gjitha veprat e tij janë të asgjësuara dhe në ahiret është i humbur. Imani është besim, do thotë në aspektin gjuhësor, përkthehet me fjalën besim. Kurse që imani të jetë i saktë sheriatikisht, ka një definicion për të cilin kanë unanimitet pasuesit e Sunetit dhe xhamatit, se imani është besim, pranim, aprovim me zemër, edhe shqiptim i kësaj me gojë ose aprovim me gojë dhe veprim me gjymtyr. Shtohet me veprat mira dhe paksohet me veprat këqija ose kundërshtim të urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Do thotë, imani është besim me zemër, fjalë e gojës dhe veprim i gjymtyrve, i trupit. Pra të gjitha këto hynë në definicionin e imanit. Ose më saktësisht, pra imani ka besim, fjalë, vepra. Dhe këto të trija duhet të jenë në zemër, do më thënë besimi i zemrës, ose fjala e zemrës dhe veprat e zemrës. Fjala e zemrës është besimi në këto shtylla, besimi në tauhid, dhe veprat e zemrës janë, si për shembull mbështetja, ose dashuria, ose frika nga Allahu, ose madhrimi e kështu me radhë. Dhe shqiptim dhe veprim me gojë. Shqiptimi është shprehja e imanit, thënia e fjalës la ilaha illallah ose shahadetit, edhe thënia e imanit. Kjo është fjala e gojës, kurse veprat e gojës janë dhikri, leximi i Kuranit, urdhrimi për të mira, ndalimi nga të këqijat, thirrja për në fenë e Allahut, këshilla e kështu me radhë. Ose thënia e të vërtetës dhe largimi nga gënjeshtra, sepse vepra përfshin edhe bërje të urdhrave edhe largim prej asaj që është ndaluar. Dhe veprat e gjymtyrve është e njohur, siç janë, do thot namazi, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit, haxhi e të tjera, vepra, do thot të gjymtyrve të trupit. Të gjitha këto janë pjesë të imanit. Dhe për këtë janë argumentet e qarta nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë në lidhje me fjalën, do të thënë fjalën e zemrës dhe fjalën e gojës, ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat." Do të thënë thoni, besuam në Allahun dhe besuam në atë që na është shpallur ne,
dhe besojmë në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve të tyre, nipërve të tyre. Wama utiya Musa wa Isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dhe besojmë në atë që i është dhënë Musait, Isait dhe atë që i është dhënë pejgamberëve prej Zotit të tyre. La nufarriqu baina ahadin minhum, nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej tyre. Wa nahnu lahu muslimun, dhe ne jemi të nënshtruar ndaj Allahut, jemi musliman. Do të thënë këtu Allahu ka thënë qulu, thoni. Edhe ky është argument se imani është fjalë. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar, ja ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Do thot, o ju që keni besuar, më falni, o i dërguar, thot Allahu subhanahu wa taala, o i dërguar, o pejgamber, mos të shqetësojnë dhe mos të brengosin ata të cilët nxitojnë në kufër. Prej atyre që kanë thonë me gojë besuam, kurse nuk kanë besuar zemrat e tyre. Që do të thonë se vetëm fjala e gojës nuk mjafton, por imani është besimi i zemrës dhe fjala e gojës. Sepse fjala e gojës pa besimin e zemrës, do të thonë është gjendja e munafikëve, të cilët thonë me gojë se janë besimtar, kurse në zemër nuk kanë besim. Po ashtu imani është edhe vepër, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Do të thonë Allahu nuk ju çon poshtë, nuk ju çon huq imanin tuaj. Dhe këtu flitet për ndryshimin e kiblës dhe për namazin e atyre që janë falur në fillim në kiblën e parë. Edhe kanë pyetur sahabët, pra Allahu ka thënë, Allahu nuk ju humb imanin, që do të thonë namazin. Dhe namazi është vepër, dhe kjo do të thotë se Allahu e ka quajtur veprën iman. Që do të thonë imani është besim, fjalë dhe vepër. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba. Do të thonë imani është 70 e disa ose 60 e disa deg, fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Më e vlefshmja prej këtyre degëve është fjala la ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Kurse më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe turpi është një prej degëve të imanit. Do të thonë këtu është përmendur fjala la ilaha illallah, që nuk bën dobi pa besim, dhe është përmendur vepra, që është largimi i pengesave nga rruga e njerëzve, do të thonë që mos i pengojnë askujt, dhe është përmendur el-haya, që do thotë turpi, që është vepër e zemrës. Do të thonë janë përmendur fjalët e zemrës dhe gojës, fjalët dhe veprat e gojës dhe gjithashtu veprat e zemrës, gojës dhe gjymtyrve. Pra, kur ka thënë afdaluha la ilaha illallah, qawlu la ilaha illallah, dega më e rëndësishme e imanit. Dega më e rëndësishme e imanit është fjala la ilaha illallah, që është fjalë e zemrës dhe e gojës. Dhe më e ulta është largimi i pengesës nga rruga, që është vepër e trupit. Dhe turpi, që është vepër e zemrës. Dhe imani shtohet dhe paksohet. Ky është, do të thënë, besimi i Ahlus Sunna wal Jamaa. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan. Do thotë, besimtarët të vërtet janë ata, të cilët kur përmendet Allahu, atyre u tronditet zemra. Dhe kur i lexohen ajetet e tij, atyre u shtohet imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe mbështeten te Zoti i tyre. Pra Allahu subhanahu wa taala këtu ka përmendur se dikujt i shtohet imani dhe i shtohet me kuptim. Do thot me mësimin e argumenteve, me mësimin e ajeteve, haditheve, me kuptimin
e çështjeve të besimit dhe veprave të mira, do të thonë me këto shtohet imani, dhe çdo herë kur ka argument që imani shtohet, do të thonë njëkohësisht ai është argument se imani paksohet, pasi dikujt i shtohet, dikujt i paksohet. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa idha ma unzilet suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadathu hadhihi imana. Kur zbret një sure, disa prej tyre thonë, cilit prej jush kjo ja shtoi imanin. Dhe thot Allahu, fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Do thënë ata që besojnë, atyre ju shtua imani dhe ata përgëzojnë. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kurse ata që në zemrat e tyre kanë sëmundje, u shtohet edhe më shumë e keqja ose fllitësia që e kanë, edhe vdesin duke qenë mosbesimtar. Do të thonë që vazhdon imani të paksohet dhe e keqja të shtohet derisa arrin në nivelin e kufrit. Prej argumenteve të paksimit të imanit gjithashtu është në hadithet shumta, edhe një prej atyre haditheve është hadithi i gjatë i shefatit ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakhruju minan nari man kana fi qalbihi waznu sha'iratin min khair. Do të thonë prej zjarrit do të dalë secili që ka pasur në iman në zemër, secili që ka pasur në zemër iman sa një kokër e elbit. Do thotë që ka edhe njerëz të cilët kanë iman të vogël. Pra, do të thonë, këto janë disa prej argumenteve për definicionin e Ahlus Sunne wal Jamaa në lidhje me imanin. Do thotë imani është besim, fjalë, vepër, shtohet dhe paksohet. Këto janë disa prej argumenteve. Por mund të pyesim, a ka dallim mes fjalës islam dhe fjalës iman, ose janë të njëjta? Përgjigjja është se kur këto dy fjalë përmenden veç e veç, secila në vete, ato e përfshin kuptimin e njëra tjetrës. Do të thonë njësoj kur thuhet islam, do thotë përfshihen shtyllat e islamit dhe shtyllat e imanit, edhe bamirësia e kështu me radhë. Dhe kur thuhet iman në përgjithësi, kur thuhet për një njeri që është mu'min, është besimtar, do të thonë se i ka plotësuar shtyllat e imanit dhe shtyllat e islamit. Pra shtyllat e islamit dhe shtyllat e imanit. Edhe kur thuhet muslim, do të thonë dikush që është musliman i nënshtruar, do të thonë që ka iman dhe ka islam në vete. Por kur bëhen bashkë në një vend, atëherë këto janë shkallë të ndryshme të fesë. Do të thonë shkalla e islamit është shkalla e parë dhe komentohet me veprat e dukshme, kurse shkalla e imanit është shkallë më e lartë dhe komentohet me veprat e padukshme, me veprat e zemrës. Ka thonë Sheikh Ibn Baz rahimahullah në vend tjetër, ka thonë el-imanu hua el-islam, wal-islamu hua el-iman inda el-itlaq. Do të thonë kur thuhet në përgjithësi, islami është imani dhe imani është islami. Do thotë kur përmendet në përgjithësi. Amma idha jumia, por kur përmenden të dyja këto nocione në të njëjtin vend dhe në të njëjtin kontekst, atëherë islami është, do të thonë në islam hyn fjalë dhe veprat e dukshme, kurse në iman hyn veprat e fshehta, veprat e zemrës. Do të thonë kur themi veprat e fshehta, janë ato vepra që nuk ka mundësi t'i shoh njeriu, jo se që bëhen fshehtas. Do të thonë ato janë vepra dukshme që njeriu i fsheh nga njerëzit e tjerë, nëse falet vetë, do të thonë në dhomën e tij, është vepër e dukshme që e fsheh nga të tjerët. Mirpo veprat e zemrës, besimet, edhe fjalët e zemrës dhe veprat, ato janë të brendshme që nuk i di askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, thot Sheikh Ibn Baz, pasi janë përmendur bashk islam dhe iman në hadithin e Xhibrilit alayhi salam, kur e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam
për islamin, çka është islami, dhe ka pyetur çka është imani dhe çka është ihsan. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam secilën prej tyre ka komentuar me komentim tjetër. Islamin e ka komentuar me veprat e dukshme, imanin e ka komentuar me veprat e zemrës të fshehta dhe ihsanin, siç dihet, e ka komentuar me nivelin më të lartë të imanit dhe islamit. Pra veprat e dukshme si janë shahadeti, që për cilën folëm, namazi, zakati, agjerimi dhe haxhi, dhe për këto folëm, kurse imani veprat që kanë të bëjnë me zemrën. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Pra, thot Allahu, disa prej beduinëve kanë thënë, ne besuam, do të thënë e arritëm imanin. Dhe thot Allahu, thuaj, ju nuk keni besuar, do të thënë nuk keni arritur në nivelin e imanit, por thoni jemi në islam, do të thënë në shkallën e parë të fesë, jemi në islam, kurse imani akoma nuk ka arritur të zemrat tuaja. Dhe gjithashtu Allahu ka bërë dallim te fjala e tij, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, do të thënë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, do thotë për të treguar nivele të ndryshme të njerëzve të fesë. Në hadithin e Xhibrilit alayhis salam, për cilën përmendëm, që është hadith i gjatë, është komentuar imani me këto 6 shtylla. Ka thënë iman është besosh në Allahun, me lajket e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe të besosh në paracaktimin e Allahut për çdo të mirë dhe çdo të keqe. Sepse këtu janë përmendur edhe islam edhe iman. Kurse në rast tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar imanin me veprat e islamit. Ka thënë kur ka ardhur një delegacion nga fisi Abdul Qais, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pyetur çka na urdhron. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amurukum bil iman, ju urdhroj për iman. Ka thënë pastaj u ka thënë, atadruna mal imanu billahi wahdah, a dini se çka është besimi në Allahun një, të vetëm. Kanë thënë Allahu wa rasuluhu a'lam. Do të thënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Ka thënë, pra ky imani është shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawm Ramadan. Do të thënë dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, falja e namazit, dhënia e zakatit dhe agjerimi i Ramazanit. Pra me këto e ka komentuar imanin. Kurse në rast tjetër, kur e ka pyetur Omer ibn Abasa, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, ayyul islami afdal. Ka thënë cili islam është më i miri. Do të thënë cila grade e islamit është më e mira, ose si është islami më i mirë, ka thënë el iman. Do të thënë islami më i mirë është imani. Ka thënë wa mal iman, çka është iman? Ka thënë të besosh në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, të dërguarit e tij dhe në ringjalljen pas vdekjes. Do të thënë e kuptojmë se fjala islam dhe iman, kur përmenden veç e veç, janë me kuptimin e njëjtë, edhe komentohet secila me komentimin e tjetrës. Dhe kur përmenden bashkarisht, do thotë se ka dallim mes tyre. Tani, me që flasim për imanin dhe për shtyllat e imanit, këto 6 shtylla që janë përmendur në hadith, janë përmendur gjithashtu në ajetet shumëta. Dhe dietarët i kanë mbledhur shumë prej ajeteve, që disa janë në mënyrë të drejtë për drejtë që i tregojnë këto 6 shtylla, disa që kuptohet qartazi prej fjalëve të ajetit se përfshihen këto 6 shtylla.
Një prej këtyre ajeteve është fillimi i surës Bekara. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Do të thonë, ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Ka thënë hudal lil muttaqin, është udhëzim për të devotshmit. Dhe këta të devotshëm janë alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Do të thonë ata të cilët besojnë në të fshehtën, në ghaib, dhe e falin namazin, dhe prej asaj që ne i kemi furnizuar ata japin. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dhe ata të cilët e besojnë atë që të është shpallur ty dhe atë që është shpallur para teje, dhe janë të bindur në ahiret. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Do të thonë këta janë në udhëzim të qartë prej Zotit të tyre, dhe këta janë të shpëtuarit. Do thotë në këto ajete Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmendur besimtarët të cilët përfitojnë nga udhëzimet e Kuranit se janë që besojnë ghaibin. Do të thonë alladhina yu'minuna bil ghaib. Do të thonë ata të cilët besojnë në të fshehtën. Dhe besimi nuk quhet besim nëse nuk është, do të thonë, besim për të fshehtën. Pra, ka thonë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi alladhi la ilaha illa hu ma amana ahadun bi afdala min imanin bi ghaib. Do të thonë, pasha Allahun, përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë, nuk ka besuar askush në diçka më të mirë se sa besimi në ghaib. Do të thonë, nuk mund të quhet besim nëse nuk është besim për ghaib, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dërguar pejgamberët e tij dhe u ka shpallur shpallje, dhe ata kanë treguar për gjërat që janë ghaib, janë të fshehta. Dhe besimi i atyre pejgamberëve është besim i këtyre çështjeve të ghaibit, që është ndryshe nga ata që thonë se besimi duhet të bazohet vetëm në dituri shqisore, vetëm atë që arrin me shqisa. Do të thonë, me shqisat e njeriut që janë shija, ose shikimi, dëgjimi, nuhatja, prekja. Do të thonë këto, vetëm kësaj besojmë. Mirë, pa kësaj nuk i thuhet besim. Do të thonë atë që e sheh, nëse e sheh librin para teje, nuk thua unë besoj se këtu ka libër, sepse je duke e parë. Kurse besimi është besimi i lajmeve të cilat i kanë sjell pejgamberët e Allahut me shpallje nga Allahu subhanahu wa ta'ala, që është besimi në Allahun, besimi në melajket, besimi në xhenetin dhe xhehenemin, besimi për pejgamberët e mëparshëm, për cilët ka treguar pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam, ose secilit popull pejgamberi vet. Kështu do thotë, prandaj këtu alladhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët e besojnë ghaibin, e përfshin besimin në Allahun, melaiket, në Allahun dhe në melaiket. Pastaj në ajetin tjetër, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Do të thonë ata që besojnë në atë që të shpallur ty dhe atë që është shpallur para teje, do thotë se përfshihet besimi në librat dhe në pejgamberët. Wa bil akhirati hum yuqinun, dhe për ahiretin janë të bindur, do të thonë besimi në ditën e gjykimit. Do thotë, kjo është një cilësi të cilën me të cilën Allahu i ka veçuar njerëz që përfitojnë nga udhëzimi, janë ata të cilët besojnë në Allahun, edhe besojnë në këto shtyllat e imanit. Do thotë, siç kanë thonë disa prej dietarëve, amanna billahi wa bima jaa, është transmetuar nga Imam Shafiu se ka thonë, pra besimi si duhet të jetë besimi i muslimanit. Ka thonë amanna billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah. Do thotë besojmë në Allahun dhe në çdo gjë që ka ardhur nga Allahu. Do të thënë ajo që na ka arritur përmes shpalljes nga Allahu, sipas asaj që ka dashur Allahu. Do të thënë si i ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa amanna bi rusulillah wa ma jaa an rusulillah ala muradi rusulillah. Dhe besojmë në të dërguart e Allahut sipas
dhe në ato që kanë ardhur nga të dërguarit e Allahut, sipas asaj që kanë dashur të dërguarit e Allahut. Do të thënë, ky është besimi i saktë, si ka thënë Imam Zuhri, min Allahi risale, do të thënë, prej Allahut është shpallja, dërgimi i pejgamberëve, wa ala ar-rasulil balagh, kurse pejgamberi e ka detyrë transmetimin dhe kumtimin, wa alejna at-taslim, kurse ne kemi obligim të dorëzohemi. Do të thënë, ky është besimi në ghaib. Besojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e thot të vërtetën se atë ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, dhe besojmë me argumente të panumërta se atë që e ka thënë është e vërtetë, se atij ka ardhur shpallja nga Allahu. Dhe kështu besojmë çdo gjë që ka sjell me këtë shpallje. Pra, si ka thënë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur e kanë, domethënë mushrikët e kanë sulmuar me këtë çështje, do thotë i kanë thënë ai beson se brenda natës ka shku deri në Beitul Maqdis dhe është kthyer dhe ka hipur në qiell dhe kështu me radhë. Ka thënë Ebu Bekri radhiyallahu anhu, unë i besoj edhe për diçka edhe më të madhe, edhe më shumë. Besoj se vazhdimisht i vjen shpallja nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj nëse beson me argumente në shpalljen e Allahut dhe në të dërguarit e Allahut, atëherë patjetër është obligim besimi në ghaib, në atë që nuk e sheh njeriu ose nuk e arrin me shqisa, por që arrin me dëgjim, do të thënë me lajmet që i ka sjell i dërguari i Allahut nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Me bindje të plot dhe të paluhatshme, sepse nëse ka besimi luhatje dhe dyshim dhe hezitim, atëherë do të thotë se nuk është besim. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Do thotë besimtar janë vetëm ata të cilët besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe nuk kanë dyshim. Do të thënë që kanë bindje të plotë dhe nuk dyshojnë në atë që ka sjell Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thotë këtu në këtë ajet në fillim të surës, menjëherë surja Bekara fillon me përmendjen e këtyre shtyllave. Do të thonë shtyllave të imanit, se ky është libër që është udhëzim për ata të cilët besojnë, i besojnë ghaibit, besojnë në Allahun dhe çdo gjë që ka ardhur nga Allahu, besojnë me lajket e tij, besojnë në atë që të shpallur ty dhe atë që është shpallur para teje, do të thonë besojnë në librat dhe në pejgamberët e Allahut, wa bil akhirati hum yuqinun, edhe janë të bindur në ahiret. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala më tutje në këtë sure, në surën e njëjtë, në surën Bekara, ka thënë qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Deri në fund këtij ajeti që e përmendëm, thoni besojmë në Allahun dhe besojmë në atë që të shpallur ty, ose në atë që na shpallur ne, dhe atë që e shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve të tyre. Deri në fund të ajetit, do të thonë tregon besimin në Allahun dhe në ghaibin për cilin ka shpallur Allahu, besimin në librat dhe pejgamberët, edhe çdo gjë që përfshihet në ata libra dhe te ata pejgamber. Po ashtu, tre argumenteve të këtyre shtyllave janë ajetet e fundit të surës Bekara. Do të thënë gjithashtu, në fund Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun", do thotë i dërguari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka besuar në atë që i është shpallur atij prej Zotit të tij, dhe gjithashtu kanë besuar besimtarët. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, do të thonë të gjithë kanë besuar në Allahun, në melajket e tij, në librat e tij, në pejgamberët e tij. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, edhe thonë ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej pejgamberëve të Allahut. Wa qalu sami'na wa ata'na, edhe kanë thënë dëgjojmë dhe bindemi. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Do të thënë faljen tënde e kërkojmë o Zoti ynë dhe te ti është kthimi. Do thotë u përmendën 5 shtyllat e para, në realitet 4 të parat, dhe në fund wa ilayka al-masir,
te ti është kthimi, do thotë që përfshin besimin në ditën e gjykimit. Do thotë të gjitha këto, pra në fillim të surës janë përmendur këto 6 shtylla, edhe në fund të surës janë përmendur, dhe brenda surës në disa ajete, edhe gjithashtu siç është në ajetin në ajetet tjera, do ta përmendim më vonë. Në të gjitha këto përmendet imani edhe përforcimi dhe ripërtrirja e këtij besimi. Do të thënë besimin në këto 6 shtylla. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i lexon këto 2 ajete, do të thënë 2 ajetet e fundit të surës Bekara, kush i lexon në një natë, ato i mjaftojnë. Do të thënë ai që e fillon natën me këto 2 surë, me këto 2 ajete të surës Bekara, i mjaftojnë këto sepse e ka ripërtrir imanin, edhe e ka ripërtrir beslidhjen dhe besatimin me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse i lexon këto ajete me meditim, me kuptim dhe me përqendrim në kuptimin e tyre, atëherë njeriu e ripërtrin imanin e tij në çdo natë. Edhe atëherë këto i mjaftojnë në atë natë, do të thonë janë mbrojtje për të, janë siguri për të, edhe pastaj njeriu bën vepra të tjera të mira gjatë natës. Dhe prandaj kanë thënë disa prej dietarëve se qëllimi është që këto ajete të lexohen në sunetin e Yacis. Do të thënë pasi përfundojnë namazet farz dhe fillon pjesa e namazit natës. Edhe në këtë sunetin e Yacis i fal njeriu, i fal 2 rekate dhe në rekatin e parë i lexon këto ajete. Do të thënë është ripërtrirje për imanin e tij dhe përforcim për imanin e tij, sepse imani harxhohet dhe zbehet, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb al-khaliq. Do thotë imani zbehet dhe hollohet, do të thënë në zemrën e secilit prej jush, siç hollohet rroba duke u bartur, edhe zbehet dhe fillon të dobësohet. Fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Prandaj lutuni Allahut që t'ju ripërtri imanin në zemrat tuaja. Që do të thonë, pra njeriu vazhdimisht duhet ta ripërtri. Prandaj secilin dhikr që e bën, nëse analizojmë çdo dhikr që është përmendur në Kur'an ose në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se është në këtë kuptim. Do të thonë në ripërtrirjen e imanit dhe përforcimin e imanit. Prandaj njerëzit me imanin më të fuqishëm dhe me veprat më të mira janë ata që më shumë e përmendin Allahun. Mirpo kjo përmendje dhe ky dhikr duhet të jetë me përqendrim dhe kuptim i asaj që e thot njeriu me gojë, që të jetë, do thotë, ta ripërtri imanin e tij vazhdimisht, sidomos në dhikrin e mëngjesit, mbrëmjes, dhikrin e gjumit, dhikrin e natës, dhikrin e daljes prej shtëpisë edhe hyrjes në shtëpi, me të gjitha këto, me të vërtet njeriu e përforcon imanin dhe e ripërtrin atë që humb. Siç e ripërtrin, do të thonë kur mëson, kur e lexon Kur'anin, i mëson kuptimet e Kur'anit, ose i dëgjon mësimet e tauhidit ose fikut ose kështu me radhë, është ripërtrirje për imanin. Njësoj duhet të jetë dhikri gjithmonë, përmendja e Allahut, pra nuk është si përmendjet e shpikura, që nuk kanë asnjë kuptim, vetëm thot njeriu Allah ose thot hu, nuk ka asnjë kuptim. Edhe nuk ka dobi për domethënien e njeriu, por dhikri është me fjali të plota, la ilaha illa Allah. Do të thënë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Subhanallah, Allahu është i lartësuar dhe i pastër nga tmetat. Edhe elhamdulillah, do thotë e gjithë lavdia, çdo lavdi dhe lavd i takon Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë këto janë me të cilat edhe la hawla wala quwwata illa billah, do të thënë nuk ka fuqi edhe nuk ka lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut. Do të këto janë ripërtrirje për imanin e tij. Po ashtu në surën Bekara, në këto ajete janë përmendur këto shtylla. Ka thënë Allahu: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, walakinna al-birra man amana billah
Domethënë nuk është bamirësi vetëm ta ktheni fytyrën ka lindja ose perëndimi, por bamirësia e vërtetë është e atij që beson në Allahun, wal yawmil akhir, dhe në ditën e fundit, wal malaika, edhe në melaiket, në engjëjt, wal kitab, edhe në librat, wan nabiyyin, dhe në pejgambert. Pra shohim se në brenda surës Bekara, nga fillimi dhe nëpër të dhe në fund, thot përsëriten këto shtylla. Por këtu e shohim se përmenden 5, do të thënë iman, besimin në Allahun, melaiket, librat, pejgambert dhe ditën e gjykimit. Kurse në hadith janë përmendur 6, është përmendur edhe besimi në paracaktimin e Allahut. Nuk ka dyshim se besimi në caktimin e Allahut hyn në besimin në Allahun. Edhe prandaj disa prej sahabeve kanë thënë se besimi në qader është plotësimi i tauhidit. Do të thonë që njeriu e di se çdo gjë ndodh vetëm me caktimin e Allahut. Nëse beson se Allahu është Zoti i gjithfuqishmi që i takojnë cilësitë e përsosura, kuptohet se çdo gjë ndodh në pushtetin e tij, me dëshirën e tij, me diturinë e tij, me atë që ka krijuar ai, nuk ka krijues përveç tij. Do të thonë hyn në besimin në Allahun, hyn besimi në qader. Mirë po, gjithashtu është përmendur edhe në argumentet të tjera. Pra, po ashtu, besimi në qader është i përmendur në ajetet të tjera. Ka thënë Allahu, inna kulle shay'in khalaqnahu bi qader. Do të thënë ne secilën gjë e kemi krijuar me qader, me caktim. Ka thënë gjithashtu Allahu, sabbih isma rabbikal a'la, pra lartësoje, madhroje emrin e Zotit tënd më të lartit, alladhi khalaqa fasawwa, i cili ka krijuar dhe ka drejtuar çdo gjë, walladhi qaddara fahada, dhe ai që ka caktuar çdo gjë dhe ka udhëzuar. Po ashtu ka thënë, thumma ji'ta ala qadarin ya Musa, pastaj erdhe sipas caktimit o Musa, fa qaddarna fa ni'mal qadirun, do të thënë ne kemi caktuar dhe ne jemi që caktojmë më së miri. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Gjithashtu një ajet që do të thënë fjalë që përsëritet në shumë ajete, do thotë se Allahu është i gjithfuqishëm dhe caktuesi i çdo gjëje. Do të thënë këto shtylla padyshim i kanë argumentet e shumta në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të fillojmë me shtyllën e parë, që është besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është shtylla e të gjitha shtyllave. Pra besimi në Allahun është baza dhe çdo gjë tjetër rrjedh nga besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala. Njëherë besimi në Allahun duhet që të jetë besim i sakt, duhet të përmbush 3 shtylla. Pra besimi në Allahun ka 3 shtylla. Ose përmendin disa prej dietarëve 4 çështje. Në çështja e parë është besimi se Zoti ekziston. Allahu subhanahu wa ta'ala ekziston, që është në të kundërtën me ateistët që e mohojnë ekzistimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ata edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë thënë, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Do të thënë kanë thënë, kjo vetëm jeta e dunjas ekziston, këtu jetojmë dhe vdesim dhe na shkatron vetëm koha. Do të thënë kanë mohuar ekzistimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fillimi është besimi në ekzistimin e Allahut. Pastaj që të jetë ky besim i sakt, duhet t'i plotësoj këto 3 shtylla. Shtylla e parë, besimi se Allahu është një dhe i vetëm në zotërim. Do të thënë ai është Zoti i vetëm, nuk ka Zot tjetër përveç tij. Do thotë ai është i vetmi që krijon, furnizon, sundon, kontrollon dhe ai është që vendos në krijesat e tij çka do ai subhanahu wa taala. Ai është i vetmi që jep jetë dhe që e dërgon vdekjen. E gjithë çështja është në dorën e tij. Të gjitha krijesat janë të nënshtruara dirigjimit të tij dhe kontrollimit të tij subhanahu wa taala. Ai është Zoti i botëve, Zoti i gjitha krijesave, ai është krijuesi i gjithçkaje dhe sunduesi, poseduesi i çdo gjëje dhe në këtë nuk ka ortak dhe nuk ka bashkëpjesëmarrës. Ai është i vetmi subhanahu wa taala. Ky quhet tauhid ar-rububiyya. Do të thonë
veçimi në zotrim. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u." Domethënë thuaj: O Allah, o posedues i pushtetit, o zotrues i gjithë pushtetit, ti ja jep pushtetin kujt të duash dhe ja merr kujt të duash. Ti i jep krenari kujt të duash dhe i jep poshtrim kujt të duash. Bijedike l-khajr, në dorën tënde është e gjithë e mira, inneka ala kulli shay'in qadir, dhe ti e gjithë fuqishëm dhe caktues i çdo gjëje. Po ashtu ka thënë Allahu: hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum, a ekziston ndonjë krijues tjetër përveç Allahut që ju furnizon? Do thotë, nuk ka zot përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Shtylla e dytë e besimit në Allahun është besimi në veçimin e tij me emrat dhe cilësitë e përsosura. Thot Allahut i takojnë emrat më të bukur që tregojnë cilësitë e tij, dhe atij i takojnë cilësitë më të larta të përsosmërisë absolute, dhe Allahu nuk ka të ngjashëm në to. Nuk ka asnjë mangësi në këto cilësi, dhe gjithashtu nuk ka askush që i ngjet ose krahasohet me Allahun në ato cilësi. Ka thënë Allahu: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha", do të thënë Allahut i takojnë emrat e bukur ose më të bukur, prandaj luteni atë me këto emra. Dhe ka thënë Allahu: "Qul id'u Allaha aw id'u ar-Rahman", pra luteni Allahun ose luteni të gjithëmëshirshmin, ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Do thotë, sido që i drejtoheni Allahut, dijeni se Allahut i takojnë emrat më të bukur. Dhe ka përmendur Allahu, do të thënë në Kur'an, në librin e tij, në të gjitha ajetet flitet për emrat dhe cilësitë e Allahut, për lartësimin dhe madhrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe për shkrimin me cilësitë e përsosura dhe përmendjen me emrat më të bukur. Disa prej atyre ajeteve janë si ajetet e surës Hashr, në fund ka thënë Allahu: "Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu", pra ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë. "Alimul ghaibi wash-shahada", i gjithdijshmi për të fshehtën dhe të dukshmen. "Wa huwa ar-rahmanur rahim", ai është i gjithëmëshirshmi, mëshiruesi. "Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu", ai është Allahu, përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë. "El-Meliku l-Quddusu s-Salamu l-Mu'minu l-Muhejminu l-Azizu l-Gjabbaru l-Mutakabbir", ai është mbreti, sunduesi, i shenjti, i pastri, ai është paqja, ai është dhënësi i sigurisë, është ngadhnjyesi mbi gjithçka, është i gjithë pushtetshmi, i gjithë fuqishmi, i madhështori, i madhrishmi. Subhanallahi amma yushrikun, i pastër është Allahu dhe i lartësuar nga ortakria që ja përshkruajnë mushrikët. "Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna", ai është Allahu, krijuesi, shpikësi i krijesave dhe formdhënësi. Atij i takojnë emrat më të bukur: "Yusabbihu lahu ma fi s-samawati wa ma fi al-ard", "Yusabbihu lahu ma fi s-samawati wal-ard", atë e madhrojnë dhe e lartësojnë të gjitha krijesat që janë në qiej dhe në tokë. "Wa huwa al-azizul hakim", dhe ai është i gjithë pushtetshmi dhe i urti, ose sunduesi absolut. Pra gjitha cilësitë e Allahut i besojmë se Allahu veçohet me to, pra ai është i përsosur në çdo aspekt, edhe është i vetmi. Do thotë nuk ka askush që është i barabartë me Allahun ose i ngjashëm me Allahun në ndonjë prej cilësive të tij. Prandaj cilësitë e Allahut i besojmë ashtu si kanë ardhur në Kur'an ose në Sunet, siç janë përmendur, pa përshkrim dhe pa përngjasim, gjithashtu pa ndryshim dhe pa shtrembrim, pa i dhënë kuptime të tjera, ose gjithashtu pa thënë se nuk ka kuptim. Thotë këto çështje që i përmenda janë disa aspekte në të cilat kanë devijuar disa njerëz, dhe për më gjerësisht inshallahu do të flasim në mësimet e mëvonshme.
Nëse mohohet një prej cilësive të Allahut që është përmendur në Kur'an, ose një prej emrave të Allahut që është përmendur në Kur'an ose në Sunet, domethënë atëherë ky është mohim i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala. Se Allahu ka thënë: "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Domethënë ata e mohojnë emrin Ar-Rahman, që është i gjithëmëshirshmi. Pra mushrikt nuk e kanë pranuar këtë emër dhe Allahu i ka quajtur mosbesimtar, pasi e kanë mohuar këtë emër të Allahut dhe ka thënë: "Qul huwa rabbi la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab." Pra thuaj, ai është Zoti im, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij, atij mbështetem dhe tek ai është pendesa ime. Do të thonë ata që kanë mohuar një emër, do thotë se janë mohues të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe shtylla e tretë për besimin në Allahun është veçimi i Allahut me adhurim, që njeriu gjithë adhurimin dhe gjithë fenë t'ia drejtojë vetëm Allahut dhe të gjitha veprat t'i bëjë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, pa i shoqëruar atij në këtë adhurim askënd. Do të thonë që mos i lutet askujt, mos shpresoj, do të thonë te askush përveç se tek Allahu, mos i mbështetet askujt përveç Allahut, mos kërkoj furnizim ose fëmijë ose shërim ose largim të këqijave prej askujt përveç prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është pjesë e besimit në Allahun. Dhe Allahu ka thënë: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." Do të thënë nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër dhe të plotë të gjithë fesë vetëm atij. Dhe ka thënë: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Dhe për këtë Allahu i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe për këtë çështje i ka zbritur librat. Ka thënë Allahu: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Pra kemi dërguar të secili umet një të dërguar që t'ju thotë: adhuroni Allahun dhe largohuni taghutit. Dhe në ajetet shumta, pra qëllimi i zbritjes së Kuranit dhe qëllimi i zbritjes së librave të tjerë dhe qëllimi i dërgimit të gjithë pejgamberëve është që t'u mësojnë njerëzve besimin në Allahun përgjithësi dhe në veçanti veçimin e Allahut me adhurim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha sa'alta fas'alillah." Do të thonë kur të kërkosh diçka, kërko vetëm prej Allahut. Prandaj ata njerëz që shkojnë bëjnë tawaf te të vdekurit, edhe i kërkojnë nevojat e tyre prej të vdekurve, ose prej gurve, ose prej hajmalive, ose i luten dikujt tjetër përveç Allahut, qoftë edhe dikujt prej melaikeve, ose prej pejgamberëve, edhe qoftë pejgamberi ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse i luten, do të thonë se e kanë mohuar veçimin e Allahut me këtë hak, që lutja dhe adhurimi i drejtohet vetëm atij subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse dikush thot: "O i dërguari i Allahut, më ndihmo", ose më jep udhëzim ose kështu më radhë, ose "O i dërguari i Allahut, ma mundso shefatin tënd", do të thonë nëse i thot këto fjalë, ai e ka kundërshtuar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që mos i lutemi askujt përveç Allahut. Ka thënë: "Idha sa'alta fas'alillah." Do të thonë kur kërkon diçka, kërko vetëm nga Allahu. "Wa idha ista'anta fasta'in billah." Edhe kur ta bësh këtë isti'anen, do të thonë kërkimin e ndihmës, kërko ndihmë vetëm nga Allahu. "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in qad kataba illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Thotë dije se nëse i gjithë njerëzimi mblidhen që të bëjnë ndonjë dobi, nuk mund të bëjnë dobi asgjë përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Dhe nëse të gjithë mblidhen që të dëmtojnë diçka, nuk mund të dëmtojnë me asgjë përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Edhe ka thënë lapsat janë ngritur dhe fletët janë tharë. Do të thonë nuk ndryshon caktimi i Allahut. Prandaj nuk ka asnjë dobi ti lutesh askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra me këto tri çështje kompletohet besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala.
që njeriu të besojë se Zoti është një i vetëm, nuk ka Zot përveç Tij, dhe se Atij i takojnë cilësitë e përsosmërisë dhe emrat më të bukur të madhështisë, dhe në to nuk ka të barabartë as të ngjashëm, dhe që të besojë njeriu se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe nuk meriton të lutet askush përveç Allahut, dhe veprat e tij t'ia drejtoj me nënshtrim vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdojmë me shtyllat e tjera në mësimin e ardhshëm, me lejen dhe me ndihmën e Allahut. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.